Kështu të deklarata e Thomas Vajc ka dy momente. Një, Thomas Vajc njihet si një prej mbrojtësve të them më të mëdhenj të Maqedonisë së Veriut atje në Parlamentin Evropian. Se ju e dini, atje ka grupet ndryshme parlamentare që janë më kritikus, më agresiv. Thomas Vajc ka qenë zëri më mbrojtës. Edhe pasi Thomas Vajc sot del me qëndrimin se Maqedonia e Veriut s'ka bë asë një reformë, në me thonë në vitin e kaluar zero reforma dhe kjo gjenerat për e humbë shansin, në me thonë diçka shumë për shtypje i kalën ati që ajt vjen dërite. Në me thonë kjo është një moment... Për shkak se dhe draft raporti i Thomas Vajcit i kishte këto kritika edhe më herët. Mirë po, ajt të del publikisht kështu, mbrojtësi më i madh, ai i cili edhe hynte në konflikt me deputetët e Bullgarisë kur ishte në pyetje Maqedonia e Veriut, del me një deklaratë ku thot në këtë situatë gjeopolitike ka një shans historike, Maqedonia e Veriut po e humb shansin e vet ndonjëherë të bëhet BE dhe thot se asnjë reformë nuk është bë, domethënë këtu është diçka shumë e madhe si përshtypje që është kriju te ai. E dyta, mua më duk pak edhe pozitive që doli ai, për shkak se informacionet që kam unë nga Brukseli, në takimet që mbohen atje për vendet kandidate, zakonisht për çdo shtet ipen vlerësime, pozitive, negative. Ja tash, për shembull për Malin e Zi, veç më ka nis përgatitja e traktatit për antarësim, që do thotë 2028 mund të jetë një mundësi. Për Shqipërinë, Marta Kosto 2030. Ka për Bosnjë-Hercegovinën disa kritika. Maqedonia e Veriut nuk përmendet më fare. Do me thonë, ka një vjet e diçka që Maqedonia nuk përmendet, thjesht është lënë anash nga ky proces.